Përshëndetje. Në vlerësim të raportit të Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian për Shqipërinë, për rolin qendror që duhet ketë Parlamenti në procesin e integrimit të vendit në BE, edhe të letrës së kryetarit të këtij komisioni, të nderuarit David McAllister, drejtuar komisioneres për zgjerimin, shkëlqësisë së saj, zonjës Marta Kos, lidhur me rolin real të opozitës në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, Partia Demokratike e Shqipërisë deklaron sa vijon. Së pari, falenderon Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian për raportin e tij objektiv dhe rekomandimet e tij të rëndësishme, si dhe kryetarin e Komisionit të Jashtëm të këtij parlamenti, të nderuarin McAllister, për letrën e tij të bazuar në çështjet e ngritura nga zonja Tabaku, në letrën drejtuar atij lidhur me pronësimin e procesit të integrimit nga qeveria dhe përjashtimin e opozitës nga roli kushtetues i saj në këtë proces. Së dyti, Partia Demokratike beson se integrimi i vendit në Bashkimin Evropian si një proces themelor për shoqërinë shqiptare duhet të jetë një proces jo i mbyllur e përjashtues siç është sot në Shqipëri, por një proces i hapur dhe transparent, gjithëpërfshirës, në të cilin Parlamenti i vendit, ashtu siç theksohet edhe në raportin e fundit të Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, duhet të ketë rolin qendror. Së treti, për Partinë Demokratike, procesi i integrimit të vendit në BE duhet jetë një proces i bazuar në reforma të thella dhe të gjithanshme, të zbatuara me seriozitet e vendosmëri për funksionimin e shtetit ligjor dhe ekonomisë së tregut, dhe jo në ligje e reforma sa për sy e faqe e në letër, si në rastet e korrupsionit të Ballukut, Bekarçanaj, që në shkelje flagrante të kushtetutës u mbrojtën me fanatizëm nga Edi Rama. Për Partinë Demokratike, integrimi i vendit në BE duhet jetë detyrimisht një proces i bazuar kryekput në performancën dhe meritën, dhe jo në lobimin korruptiv dhe fasadën, siç përpiqet ta udhëheqë atë Edi Rama dhe qeveria e tij. Në këtë kuadër, Partia Demokratike dënon me forcë të gjitha qëndrimet, praktikat dhe aktet antikushtetuese të përdorura deri sot nga Edi Rama dhe qeveria e tij për të vendosur pronësinë mbi procesin e integrimit dhe për të përjashtuar opozitën dhe rolin e saj në këtë proces. Kështu, për të realizuar këtë qëllim, qeveria me një procedurë antikushtetuese të mbyllur pa asnjë konsultim dhe të hedhur poshtë tashmë nga gjykata kushtetuese, ndryshoi strukturën e parlamentit vetëm për t'i hequr opozitën drejtimin e Komisionit të Integrimit, të cilën ajo e drejtonte me përgjegjësi vite e vite me radhë. Po në këtë kuadër, çdo kërkesë për debat parlamentar apo për interpelancë me kryeministrin për problemet të integrimit refuzohet pa asnjë bazë ligjore dhe në kundërshtim me detyrimet kushtetuese nga drejtuesit e parlamentit, natyrisht me urdhër të Edi Ramës. Shtojmë se ky i fundit ka firmosur së bashku me Aleksandar Vučić letrën publike në të cilën pa asnjë konsultim me institucionet e vendit, parlamentin, opozitën, as edhe publikun, kërkon de facto si vazhdim i Ballkanit të hapur një proces antarësimi të pjesshëm për Shqipërinë dhe Serbinë në BE, dhe kjo vetëm e vetëm për interesa të pushtetit të tyre. Përveç këtyre, qeveria shqiptare zbaton kodin e heshtjes së plot dhe mban sekret shtetror të gjitha çështjet konkrete që ngrihen, kërkesat dhe rekomandimet që parashtrohen në takimet e përfaqësuesve të saj nga përfaqësues të Komisionit Evropian, Këshillit Evropian dhe organeve të këtyre institucioneve. Madje, në një akt të papërgjegjshëm, ajo arriti të censuroj plotësisht me mediat që kontrollon edhe raportin e fundit të Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian me të gjithë vlerën e madhe të konstatimeve dhe rekomandimeve të këtij raporti për procesin e integrimit të Shqipërisë në BE. Së fundmi, duke hedhur poshtë të gjitha trillimet e qeverisë dhe lobistëve të saj të korruptuar që pretendojnë se opozita nuk ka në agjendë integrimin, garantojnë qytetarët shqiptarë dhe partnerët tanë se ajo, si forca politike lokomotiv e proceseve integruese që nga themelimi i saj,
konsideron integrimin bazuar në merit të Shqipërisë në BE si objektivin më madhor të programit të saj, si dhe të ardhmen më të mirë të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Faleminderit.